Përshëndetje shikues të dashur, mirë se vini në Diaspora Reality Show. Sot kam një ftuar shumë speciale. Ajo është një vajzë shqiptare, është një vajzë e apasionuar pas udhëtimeve. Dhe ka shumë gjëra për të rrëfyer në këtë podcast sot në fakt. Do t'ju prezantoj vetëm pak informacion për të dhe pastaj do ta njohim gjatë intervistës së bashku. Imagjinoni një vajzë shqiptare që lë valigjen e hapur në 100 vende nga akulli i Antarktidës në xhunglat e Amazonës. E ftuara jon sot quhet Gjeni Gjergji dhe ajo ka 4 vite përvojë në kroçera globale dhe në këtë intervistë do sjell sekretet e jetës në 7 kontinente e ka ndihmuar dhe formsuar atë si dhe i kanë dhënë asaj një këndvështrim të ri për jetën, për mënyrën se si e shikon ajo botën dhe veten e saj. Gjene, përshëndes nga Londra, mirë se erdhe në podcastin tim. Përshëndetje Lindita, përshëndetje nga Republika Dominikane për momentin. Jemi në 2 vende të ndryshme, shumë të largëta, nga Londra në Republikën Dominikane. Por si përfundova aty Gjeni, cilat kanë qenë lëvizjet e tua, si ka qenë itinerari i jetës tënde, na trego piknisjen e parë të udhëtimeve tua. Normal, mbarova universitetin për managing biznesi për 5 vite. Edhe aty filloi pastaj gjithë rrugtimi i kroçerave. Pjesë e universitetit ishte një vit praktik, doja të bëja një vit praktik, ishte detyruar të ishte jashtë Maltës. Kjo ishte në vitin 2020-2021 pas Covidit, edhe hoteleria ishte sektori më i goditur gjatë pandemisë. Edhe ishte shumë e vështirë të merrje një pozicion në hotele me pesyje rreth botës. Faktikisht mora disa oferta nga Ritz-Carlton në Londër, ishte Marriott në United States në Chicago, por që të gjitha internshipet ishin të papaguara. Edhe normalisht është vendosesh në një vend krejt tjetër pa të ardhura, po mendoja 2 herë. Pastaj një opsion tjetër që shkolla më ofroi ishin edhe kroçerat. Por që në kroçera duhet ta bëja aplikimin vet. Isha me fat se u zgjolla nga një nga kompanitë më luksoze, quhet Silver Sea, edhe aty filloi gjithë rrugtimi në kroçera. Unë faktikisht aty shkova vetëm për një vit, për 2 kontrata, vetëm sa të mbaroj internshipin, pastaj plani ishte të vazhdoja masterin. Masteri duhet bëhej në Finland, edhe e mbarova internshipin, mbarova 2 kontratat. 2 kontratat ishin në 3 kontinente të ndryshme. Kontrata parë fillova në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qëndrova 3 muaj këto, në disa porte të ndryshme, pastaj është vendosur në Europë. Në Europë po bëja ditën në Mesdhe, edhe disa vende tjera si Turqia, Egjipti, kështu me radhë. Pastaj kontrata e dytë ishte vendet aziatike. Vendet aziatike ishin të përfshira 90% e tyre, edhe përfundimi ishte në Australi. Pastaj aty unë duhet të ndaloja edhe të shkoja pas për studime, por kompania më ofroi pozicion pune. Pozicioni punës ishte faktikisht i mirë, normalisht edhe pagesa ishte më e mirë nga që nuk isha me internship, nuk isha me trainee. Edhe kontrata po fillonte në kontinent tjetër. Sa ishte pagesa si kroçera në fillim? Pagesa në fillim, në vitin 2021, si trajnim, kam filluar me pagesën $2,700 në muaj. Pastaj, në momentin që mora kontrat edhe pozicionin e punës direkt nga ANIA, rroga fillon edhe rritet normalisht, edhe fillon nga një rrogë bazë $3,500 në muaj. Për çdo kontrat, edhe varet nga pozicioni i punës, se ke shumë mundësi për rritje, për development. Rroga rritet. Edhe në bazë të vjetërsisë së punës pastaj, kështu që për 5 vite, për 3 vite qëndrova te ajo anije. Ishte një zgjedhje mes udhëtimit, të ruash lek ose të kursesh ose diçka e tillë.
Te ania që isha më para, te flita që isha më përpara, faktikisht nuk është se rroga është aq e mirë, ose atë sa duhet jetë, por që është pastaj itinerari. Është ndër itineraret më të mira që kanë nga të gjitha kompanitë. Është ajo. Edhe, për 3 vitet e para isha tani do udhëtoj. Pastaj vendosa që të jap përparësi karrierës. Edhe që nga viti i kaluar kam ndryshuar kompani. E kuptoj. Dua të kuptoj pak për ata që nuk e kanë idenë fare si është të punosh në Crocera dhe në këtë profesion. Na përshkruaj pak si është një ditë pune, që nga fillimi, kur zgjoheni në mëngjes dhe deri në darkë. Faktikisht, kjo është edhe pyetja që marr më shumë kur jam në Shqipëri, nga që për shqiptar nuk është shumë e ekspozuar si pjesë e punësimit, ose shumë njerëz më bëjnë pyetjen, po si qëndron për 6 muaj në ujë. Faktikisht si je në ujë vetëm gjatë natës, se për ditë je te një port i ndryshëm. Tani, si fillon dita, varet normalisht edhe te pozicionit që ke, por që në bazë të ligjit detar, ti ke një kontratë që do punosh pas një ditë pushime, nga momenti që fillon punën në anije deri në momentin që të mbaron kontrata. Edhe minimumi që duhet bësh është 10 orë punë në ditë. Tani, është e vështirë. Por që 10 orë punë nuk është se janë shumë, se këtu duhet të llogarisësh se ke çdo gjë të përfshirë. Ke pastrimin e dhomës, është i bërë nga dikush tjetër, ke ushqimin që është gati, ke londri, pastrimin e rrobave, gjithsej ke gati. Kështu që vetmja gjë që do bësh është bësh një dush, të rregullohesh për veti dhe pastaj vendi i punës. Çfarë bëni konkretisht një Crocera? Cila është puna që bën, domethënë, na e përshkruaj pak. Tani, Crocera është një lloj si hoteli, të marrësh një hotel me 5 yje, edhe ta quash floating hotel. Ke të gjitha punët janë të përfshira këto. Crocera është ndarë në 3 departamente. Është departamenti engine, është departamenti deck, që është pjesa nga ku lëviz anija, pjesa kapitenit. Është edhe departamenti i hotelit. Unë për momentin jam në departamentin e hotelit, edhe kam pozicionin e Assistant Food and Beverage Director. Jam numri 2 në leadershipin e gjithë restoranteve, çdo gjë që ka të bëjë me ushqimin edhe me pijet. Restorantet, baret, shërbimi i dhomës, edhe të gjitha. Është punë me përgjegjësi, se tani ne, si që dim, vitet e funit, shumë njerëz kanë tendencën që po ankoheve për një diçka, do marrësh një diçka tjetër falas. Edhe gjaja që kena ma shumë problem janë ankesat. Tani çdo ankesë duhet merret seriozisht. Se janë disa që janë vetëm për të përfituar diçka falas, janë edhe tjera që janë ankesa reale. Edhe kjo është pjesa ma kryesore, se ti normalisht do kesh prioritet kënaqësinë e klientave, se ti këta klienta që ke duhet të sigurohesh që ti marrësh që të vinë përsëri, që të rikthehen përsëri te njëjta anije. Është pastaj edhe pjesa stafit, si të bashkë me shumë nacionalitete të ndryshme, nëse është edhe një shprehje, po edhe jo në kulturat ndryshme, kanë kuptimet ndryshme. Kështu që duhet sigurohesh që stafi është i lumtur, duhet sigurohesh për ka shumë gjana faktikisht që klienti është i pari, ai është mbreti, duhet trajtuar. janë në leadershipin. Po. Customer Klienti është mbret, po është edhe pjesa e stafit, se ke customer is the king. Yeah. Gjeni. Është edhe pjesa e stafit, nuk është atë se thjesht të gjesh punëtor ke. Po. E kuptoj, sepse dua që ta integrojmë pak me pyetje, duke qenë se ti ke shumë për treguar, por ne do fokusohemi vetëm në momentet më të rëndësishme të jetës tënde si Crocera dhe gjatë përvojës, gjatë udhëtimeve tua në fakt.
Pyetja ime është e para që më vjen në mendje dhe jam e bindur që edhe shumë njerëz që do na ndjekin janë kurështar përditur. Cili është momenti më i frikshëm dhe më i rrezikshëm që ke përjetuar në det? Si përjeton këto situata? Tani, ka disa momente. Një nga këto momente ishte kur ishim në Japoni, që morëm një tip alarmi nga autoritetet japoneze që do ishte tsunami. Ishte një tsunami i vogël, ishte 2 cm, por që në momentin që je në det, e ndjen shumë më shumë, se ti je në thellësi detit. Që dim tsunami zakonisht vjen nga thellësia detit. Edhe kjo ishte një pjesë që ne duhet shkonim në drejtim tjetër. Tani, duhet të ndronim 4 porte. 4 porte ishte shumë e vështirë se ti nuk e dim saktë rrezën se ku do jetë tsunami. Edhe gjithë po priqim kështu. Me frikë. Kur do ndolli. Por faktikisht, kishte dallë, shkonin deri në 4-5 metra, po jo ndonjë gjë që mund të konsiderohet rrezikshmëri. Po mos merrshim këtë alarmin, normalisht që ti do shkoje në zonën e kuqe si konsiderohet, por që krijon panik për momentin. Pastaj është Drake Passage. Drake Passage është pjesa nga kur kalon nga Kili në Antarktid. Atje është pjesa më e rrezikshme e detit, është ku 2 pllakat tektonike të Antarktidës dhe të Amerikës Jugore bashkohen. Aty është gjithë kohës, merr 48 orë ta bësh këtë itinerar, edhe për 48 orë ke minimumi 8 metra dallë. Kështu që ajo është një nivel tjetër. Ke rrezikshmëri? Ke. Ka ndodhur për shumë anije që edhe të fundosen, por që, ke frikë çdo herë që kalon nga që bën atë itinerar, vetëm shpreson që ta kaloj pas një rrezik, Mund të konsiderohet tani edhe si rrezikshmëri e ulët, nga që ke suport nga shumë shtete, nga shumë forca ajrore ose diçka tillë, po prapë se prapë rreziku është. Edhe kjo friga mbrëmshme është gjithmonë. Këto janë det, pastaj ke vende të rrezikshme ku shkon ditë për ditë, ke Amerikën Jugore, është Afrika, që duhet shkosh, duhet kesh kujdes ku do që të shkon. E para, gjoja parë nuk duhet marrë gjana personale, si gjana me vlerë. Duhet heqësh që ke gjëra floriri ose çanta, nuk duhet marrësh çantë me vete. Duhet veshësh sa me thirrë se aty ti do jesh targeti i personave, pickpocketing ose në raste të tjera në Brazil, përfundon edhe në vrasje.